shumë e thjeshtë. Dhe duhet të them që përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik dhe mediatik, diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëhen këto diskutime. Dhe nga ana tjetër, unë besoj që edhe vetë deklaratat e bëra dje nga disa përfaqësi, si dhe nga përfaqësia e Komisionit Evropian, janë shumë të qarta. Janë shumë të qarta. Por varet se si i lexon. Duke pasur parasysh edhe sipërfaqen ku janë shkruar dhe leximin prej saj, edhe thellësinë e marrëdhënieve dhe realitetin e përditshëm të komunikimit në atë marrëdhënie, unë mund t'ju them me plot gojën që leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lënduar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Është shumë e qartë që kush merret me këto deformime dhe kush i bie kësaj daule nuk e dëshiron suksesin e kësaj rruge. Sepse fatkeqësisht e lidh suksesin e kësaj rruge me qeverinë, me mua, me ne. Kjo është për sa i përket pikës parë.